Po, deri tashti, po të flasim me gjuhën shkencore, s'mund të themi gjë. Janë ngrihen në atë hipoteza. E di pse mendoj sepse ne jemi kthyer në një shoqëri milingonash, botrore. Covid-19 e ka treguar në mënyrë më perfekte faktin që neve jemi të trajtuar si disa kavje, duke na hedhur një armik të padukshëm dhe na mbyllën tër botën e mbyllën shtëpi. Tani, kur neve i bindemi rregullave të disa njerëzve që i kemi zgjedhur neve, jo domosdoshmërisht më inteligjent, por domosdoshmërisht më karizmatik dhe më makiavelist, si ka mundësi që neve të kemi raport force me qenie më superiore? Kur neve biem prej, jemi sklevrit e këtyre tanve, dhe është ajo pastaj matrioshka që tash unë, neve jemi sklevrit e këtyre tanve, këta tanët mund t'jenë sklevrit e atyre që kanë ardhur, edhe bëhet vetja kalimtare e matematikës e klasës 3. Këto janë perceptime që unë kam bërë gjatë viteve. Po, këto janë të mundshme, çdo gjë është e mundshme, nuk mund ta thosh dot, dhe ngiri në fazën e hipotezës. Normalisht ne kemi bërë një strukturë hierarkike që kemi politikën, shtetet, rregullat, ligjet, i kemi bërë me qëllim që të funksionojë qytetërimi, se ndryshe do ishte shkatruar. Ndoshta mund të jetë keqja më e vogël, kjo. Por që normalisht këtë kemi për momentin dhe do i bindemi kësaj. Në momentin që neve kemi një smundje ngjitse e cila infekton njerëzit, normalisht është ajo logjika jonë që duhet të izolohemi. Ne të themi ndoshta e kanë bërë me dashje këtë gjë. Atë nuk e dim, por ne kemi parë nga historia që çdo 100 vjet afërsisht kemi një epidemi. Gjithmonë kemi nga një epidemi është si të bërë si probabilitet 100%. Çdo 100 vjet ne kemi një epidemi. Ka qenë spanjollja, ka qenë murtaja, ka qenë gjithmonë edhe në kohën e Newtonit, që Newtoni u izolua atëherë iku në fshat e bëri zbulimet e veta, ka qenë gjithmonë perioda ciklike të smundjeve në tokë, epidemive të mëdha. Mund të jetë normale, Ne shkencëtarë, po hyrë unë ke shkencëtarë, kemi gojë të kundërshtojmë këto hipoteza. Jemi në këtë fazë, domethënë që nuk e dim. S'mund të themi gjë domethënë. Sepse kemi shumë informacion se sa masa.